Ich bin 47, ich lebe in der Schweiz seit 91. Legjenda shqiptaro-zvicrane sporteve luftarake zhvendos bazën e tij nga qendra e qytetit Winterthur të Zvicrës në një palestër sportive moderne, ku bashkon lëvizjen, forcën fizike e mendore dhe komunitetin. Kampioni Azem Aksutaj premtoi se përvojën e tij do ta përdorë për të frymëzuar dhe mbështetur veçanërisht të rinjët shqiptar. Ky sport krijon vetbesim, respekt, frymëzim, zhvillim dhe mbështetje, e që do të përpiqem ta përcjell të gjithë adhuruesit e sporteve luftarake, tha Azem Aksutaj, kampion botror në Thai box. Began Hasani është një prej sportistave cili më ka mbështet këtu 10 vjet të fundit, një prej treninga unë vill, në cilin trening merrem vetëm me klasik box, klasisht boxe. Janë trajnerat licencum, më kanë mbështet gjithë edhe është partneri ynë edhe është ready. Hapja nuk mund të ishte ndryshe veç se me duele demonstrative, aktivitete dhe surpriza për mysafirët e shumt. Azem Aksutaj sot është kampion botror në Thai box, por edhe një shembull frymëzues për breza të tërë. Sepse në vitin 1991, kur mori rrugën për në Zvicër, ai këtë sukses e kishte të vështirë ta mendonte. Por ajo ëndër sot është bërë realitet, edhe pse ky djalë kosovari ishte i parsimuar, pa njohuri të gjuhës e edhe pa mjete financiare. Pasi kështu janë shqiptarët, pathyeshëm, kur i vënë qëllime vetës, tha sportisti Began Hasani. Azemin e kam që e trener që 20 vjet, që kemi DJ Makimi, në vill dhe në Winterthur edhe si vu thaj dhe Azemi, në vill jemi ma shumë, jemi si në box, jo në Thai box, në kickbox, a gjemi edhe licenzur për në boxing, në Swiss boxing në Zvicër, edhe këtu ka Azemi Winterthur janë ma shumë për kickbox. Fal disiplines, përkushtimit dhe guximit, ai u bën një nga sportistët më të suksesshëm në Zvicër, thanë të pranishmit. Edhe qashtu e kemi një bashkëpunim me boksi, me kickboksi, me Azemi që 10 vjet. Qashtu. E kemi edhe menaxher, Meriton Ceka. Ceka, ajna ka mbështet gjithë, e ka doktor titull edhe nga ona e financave. Jemi të lumtur që e kemi. 61 gewonnen, davon 52 durch K.O. Aus der Schweiz, Azem Aksutaj! Për rrugtimin e sportistit Azem Aksutaj është realizuar edhe një film dokumentar. Ishte pikrisht filmi për kosovarin që bëri edhe më të njohur në skenën ndërkombëtare. Filmi vë në pas sukseset dhe sfidat në për të cilat ka kaluar dhe ndërtuar karrierën e tij sportive Azem Aksutaj. Ja, es ist nicht einfach. Man von der Schweiz aus dem Kosovo. Kampioni shqiptaro-zvicran tha se gjithmonë ka qenë i motivuar të hap mjedise të reja ku vajza e djem mund të mësojnë arte marciale. Sportisti kosovar është bërë mundësi e mirë për adhuruesit e arteve marciale, e që sipas tij, ky sport forcon shpirtin dhe mendjen. Mysafirët patën rastin të shijojnë një program të pasur me muzikë, lojra sportive, por edhe me biseda miqësore, mbi stilin e jetës së shëndetshme, rritjen e performancës fizike, të mbështetur në ushqime cilësore.